Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Si çdo mbrëmje lusim mbrëmsoren. Sot është shtunë, është java 26 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit të shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijues i të gjithave, drejtues në botë, që ditën e vesh më drejtë e hishme, natën më hirë të gjumit. Prehja gjymtyrve të këputura, tu kthej zellin e punës, të lehtësoj mendjet e lodhura, të heq gjëmat nga shëruese. Fal ditës që kaloi, e urateve në natë të re, ndihmo fajtore të manë të premtimit, më këngë shpalosim himnin. Thellësisht të këndoft zemra, për ty zëri të kumboj, të dash dëshira e pastër, të adhuroft mendja për kor. Kur errësira e madhe me ne të mbuloj ditën, feja të mos njoterin, nga feja shkëlqeft nata. Na ruaj atë plot drejtësi, dhe o bir baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllues, që në jetë e jetës je sëndues. Amen. Antifona parë, që kur lind dielli derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. Psalmi 113. Lavdërojeni emrin e Zotit. E lavdërojeni shërbëtorët e Zotit, lavdërojeni emrin e Zotit. Qoftë bekuar emri i Zotit, qysh tash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhrueshëm është Zoti mbi gjithë popujt, lavdia e tij i te kalon qiejt. Kush është si Zoti hyj ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lartë vrojton qiellin e tokën. Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të rri me princat e popullit të vet. Ai bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qof bekuar emri i Zotit. Antifona 2. Do ta ngrej gotën e shëlbimit e do të thëras emrin e Zotit. Psalmi 116. Falënderim në tempull. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hotimin tim kam thënë, rënacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë, do të ngrej gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bër Zotit, në praninë e mbar popullit të tij. E çmueshme është para Zotit, vdekja e shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtores sate. Ti i këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bër Zotit, në praninë e mbar popullit të tij, në oborret të shtëpisë së Zotit, midis teje, o Jerusalem. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Do ta ngrej gotën e shërbimit e do të thëras emrin e Zotit. Antifona 3. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyje lartësoj në lavdi. Kënga nga letra Filipianëve kapitulli 2, rreshta 6 deri 11. Krishti shërbëtori hyjit. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj, barazinë e vet më të nuk e çmoi si një visar që smundet pa të. Por i amohoi vetvetes, e mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz.
dhe përka pamja jashtme, duke i vetëm njeri. E përuli vetveten, duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyje lartësoj tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjet atë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, rreshtat 20-21. Hyi burimi i paqes, që nxori lart nga të vdekurit me anë të gjakut të beslidhjes së amshuar, bariun e madh të deleve, Zotin ton Jezusin, ju bëf të aftë për çdo vepër të mirë, që ta kryeni vullnetin e tij. Ai bëf në ne çka atij i pëlqen, nëpër Jezu Krishtin, të cilit i qoft lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Përgjigja e shkurtër. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Ti i bëre me mirësi dhe urti. Veprat e tua, o Zot. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Sharon ai që s'është i drejtë në shpirt, në saj e të fesë së vet jetoni drejti. Kënga Virgjëres së Lumës sipas Lukas Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit hyjet shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim bishërtorën e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithëpushtetshëm. I shenjt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrezoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sharon ai që s'është i drejtë në shpirt, në saj e të fesë së vet jeton i drejti. Lutjet e besimtarve. Krishti tregoi mëshirë ndaj popullit të uritur dhe për të bërë vepra të mrekullueshme. Plot besim dhe përvojtëri ta lusim për shpirtëri. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. O Zot, e pranojmë se të gjitha të mirat na vijnë prej Teje. Bëj që të mos kthehen te Ti të pafrytshme, por le të sjellin fryte shëlbimi. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Ti që je drita dhe shpëtimi i të gjithë popujve, ruaji dëshmitarët që i ke dërguar në për tërë botën, ndizë në ta zjarrin e shpirtit tënd. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Bëj që të gjithë njerëzit të bashkëpunojnë për të formuar një botë të re, në përkim me aspirata të ligjshme të përparimit në drejtësi dhe paqe. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Shërues i shpirtrave dhe trupave, shëroj të sëmurët dhe qëndro afër atyre që janë në çastin e vdekjes. Me mirësinë tënde na mbush dhe ne, na forco me dhuratën e dashurisë sate. Na e trego, o Zot, dashurinë tënde. Të vdekurit, emrat e të cilëve janë të shënuar në librin e jetës, numëroj ndër të lumturit të tu.
Na e trego o Zot dashurin tënde. Atyën që në qiell u shenjë troft emri yt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, ti me mirësinë tënde i te kalon meritat dhe dëshirat tona. Ki mëshirë për ne. E na fal atë për çka ndërgjegja jon na pa ditë. E shto atë që lutja jon nuk përfshin. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që më ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kishit mundësinë të lusim së bashku mbrëmsoren. Në vazhdim juftoj të shoqëroni me programet e tjera të Radio Marisë së Kosovës. Një zoj krishterë në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.